Një njeri shkoi te një dietar dhe i tha: "O dietar, unë nuk besoj që ka Zot, nuk besoj që ka krijues." Dietari ju përgjigji dhe i tha: "Mirë, tani ngriti duart që të lutemi." Njeriu përhabi i tha: "Për çka të lutemi?" Dietari tha: "Vetëm ngriti duart." Njeriu i ngriti duart kurse dietari filloi të lutej: "O Allah, merrja shikimin këtij njeriu. O Allah, merrja dëgjimin këtij njeriu. O Allah, paralizoj këtë njeri dhe godite me sëmundje dhe uri." Njeriu nuk mundi të duronte më shumë, kështu që i tha: "O dietar, po çfarë të kam bërë që po lutesh kaq shumë kundër meje?" Në atë rast dietari ja ktheu: "A nuk më the që nuk beson në Zot? A nuk më the se kjo botë nuk ka krijues? Pra, kundërshtimi yt ndaj këtyreve luqeve tregon besimin tënd në Zot." Atëherë njeriu filloi të besonte në Allahun një dhe kuptoi që vërtet Allahu është krijues i kësaj bote. Kështu që dëshmoi se Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij.